Kur pritet data e konstituimit të kuvendit? Unë e kam përmenda dhe më herët që për shkak se afatet kohore për zgjedhjen e presidentit rrjedhin prej momentit kur ne konstituojmë kuvendin, kam vlerësuar që është e rëndësishme që t'u japim hapësirë dhe kohën e nevojshme partive politike në mënyrë që të arrijmë deri te një marrëveshje për ta zgjedhur presidentin ose për ta tejkaluar situatën që e kemi për momentin. Prandaj ajo do të bëhet në javën e parë të muajit gusht, edhe të premten besoj do ta bëj njoftimin se kur saktësisht do të bëhet kjo seancë. Situata politike brenda LDK-s ai ka shtyë që me shtynë maksimum datën për thirrjen e seancës konstituive. Tash, unë së pari i kam mbështetur dhe i kam përshëndetur takimet që janë zhvilluar me ftesë të kryeministrit dhe kryetarit të vetëvendosjes zotrit Albin Kurti. Siç e dini, ka pas dy takime, njëra me PDK-n, tjetra me LDK-n. LDK-ja i ka pezulluar takimet për shkak të zhvillimeve të brendshme. Natyrisht që unë nuk mund të komentoj çështjet e brendshme të partive politike, por është shumë e rëndësishme që sa më parë këto takime të vazhdojnë në mënyrë që të vijmë deri te një marrëveshje për çështjen e presidentit. Besoj që shumë më të rëndësishme janë çështjet me të cilat përballemi për momentin, se sa mos pajtimet eventuale që mund t'i kenë subjektet politike. Natyrisht që ato janë përgjegjësi e tyre që t'i adresojnë, por shumë e rëndësishme është që ta vendosin fokusin te çështja që e kemi si rrethon politike. A ka pas marrëveshje mes VV-s dhe LDK-s që në takimin e parë ashtu siç është raportuar në media? Nuk ka pasur marrëveshje, po të kishte marrëveshje sigurisht që do ta bënin publike. Në atë takim ka qenë kryeministri Kurti dhe ministri i financave zoti Murati, dhe në anën tjetër zoti Abdigjiku dhe zonja Osmani Sadriu. Ka pasur diskutime për rrugën që duhet ta ndjekim përpara, por jo marrëveshje. Tash, unë së pari i kam mbështetur dhe i kam përshëndetur takimet që janë zhvilluar me ftesë të kryeministrit dhe kryetarit të vetëvendosjes zotrit Albin Kurti. Siç e dini, ka pas dy takime, njëra me PDK-n, tjetra me LDK-n. LDK-ja i ka pezulluar takimet për shkak të zhvillimeve të brendshme. Natyrisht që unë nuk mund të komentoj çështjet e brendshme të partive politike, por është shumë e rëndësishme që sa më parë këto takime të vazhdojnë në mënyrë që të vijmë deri te një marrëveshje për çështjen e presidentit. Besoj që shumë më të rëndësishme janë çështjet me të cilat përballemi për momentin, se sa mos pajtimet eventuale që mund t'i kenë subjektet politike. Natyrisht që ato janë përgjegjësi e tyre që t'i adresojnë, por shumë e rëndësishme është që ta vendosin fokusin te çështja që e kemi si rrethon politike.